përshëndes të nderuar shikues nga studio e lajmeve në Blu Televizion. Një denoncim i mbërritur në redaksinë e Blu Televizion ngre akuza të rënda ndaj Dorian Demirit, duke lidhur atë me operacionin policor Bankieri Pirat, zhdukjen e rreth 700 milion lekëve të vjetër nga një banke e nivelit të dytë dhe një seri emërimesh të dyshimta në administratën publike. Për më gjerë shënimi redaksional. Në periferi të qytetit të Vlorës, mungesa e transportit urban vijon të mbetet një problem i pasgjidhur prej vitesh. Një nga zonat më të prekura është ajo e Pyores, ku autobusi i linjës urbane ndalon tek zona e Ish-Sodës kaustike dhe nuk vazhdon më tej në drejtim të Nartës dhe Zvërnecit. Banorët e zonës tregojnë se çdo ditë janë të detyruar të përshkojnë qindra metra në këmbë për të arritur deri në stacionin më të afërt të urbanit. E sipas tyre, mungesa e këtij shërbimi u vështirëson ndjeshëm lëvizjen, pasi shumë prej tyre nuk disponojnë automjete private dhe detyrohen të ecin, të përdorin bicikletën ose të paguajnë taksi për të shkuar në punë, shkollë apo për të kryer shërbimet përditshme. Ja, ajo, të rëllot atje. A duhet të tjetër e përpërkosi, ju jeni banori? Jo. Unë kam nuar tu, jam punë e skafe nuk jem tu. Po, aty kam skafe dhe dikje, deri aty janë autobusat. Jo, vetëm ato të janë dhe turista. Vend deri, në atë Zvërnec. Shumë mirë mëjse i rëgjith Flora e Piri këte vinë. Pasë plus ka e familje të. Dere ati poshtë. Është edhe mosdoshme më shumë për banorë. Po, banorë të më plash që na kjo për të referat deri. Për Zvërnec, po thujse, të gjithë do të verë, ja u për shumë nga pensionistë. Vete për i plash e ati jo. Rëra e pasër, deti pasër, jo me urat e zezan dhe. Prandaj që... Mirë është. Në pështet, ja, plash shumë pra 2 orë se ka datë, pa të shpidës. Mazit e po rap edhe prapë, se këtu jam në shpidë. Kështë për mirë, një da busikur, njerë në një orë tjetë. Edhe mazit e pësaj, duhet të kemë shumë se janë ardhje. Nuk ka, ja, vetë ma tjetë. Poshtë. Ja, ishtë për zonën të më rrusë, është për banorët. Për njëzit që janë alëgjim, shumë. Janë gjithë lora, pëse të rinë lukë maret. Gjeshëm. Rëra është e pasër, si mos neve që mi moshe madhe, e për reumatizmë, shumë gjera tjera. Je shumë më mirë që të qojnë, që unë njerë në një orë tash, kaq, asë më tepër, se di që do bëj klasjeni filanor, ka do vëzë, do jipi, do shkoj shpje dhe kënaqja. Do ngrish goxha niveli i turistëve, por problemi është se s'ka bashki. Ose më saktë nuk punon bashkia. Për këta është shumë problem. Qoftë se turisti ka për qef, këta kanë domosdoshme. Shumë e populluar, sezoni baharit njërë është domosdoshme. Qoftë për banorët, qoftë për banorët për herë, më shumë për turistat. Besoj se do të fishojsh fluksi. Frekuentohet shumë, po e kanë zgjidhur në mënyrë kështu si po e zgjidhun, disa me makina, disa me bicikleta. Ja do ta shikoni vetë me lëvizje me kështu ka plot. Po ajo do shtoni goxha. Po këtu ka qëndrën si përfundim. Më thënë, kjo është e fundit, se jemi me plazhin e vjetë. A e ditur kohën se në ashti ashtu është trafiku. Kemi qatë bëjmë. Po qatë bëjmë. është e vështirë, po s'kemi qatë bëjmë. Këto janë kushtet. Kështu ka qenë gjithmonë. Këtu është i fundi. Në kam këtu. Kush ka? Në sjell. Në ashtime këto vaprat kështu, apo kur është dimër me baltën. Mi banor, megjithatë, linja urbane nuk përshkon këtë segment dhe nuk vazhdon as në brendësi të pyllit të Sodës, rrugë që të çon drejt Nartës dhe Zvërnecit. Banorët kërkojnë nga institucionet përgjegjëse zgjatjen e itinerarit të autobusit dhe vendosjen e stacioneve të pritjes në mënyrë që të kenë akses të barabartë në transportin publik. Mungesa e transportit urban në zonën e Pyores vijon të jetë një problem për mbi 2000 banor. Sipas tyre, kjo situatë vështirëson lëvizjen e përditshme veçanërisht gjatë sezonit turistik, kur me të përballen edhe vizitorët e Nartës dhe Zvërnecit. Banorët kërkojnë zgjatjen e itinerarit të autobusit dhe vendosjen e stacioneve të pritjes në këtë zonë.
Në periferi të qytetit të Vlorës, mungesa e transportit urban vijon të mbetet një problem i pasgjidhur prej vitesh. Një nga zonat më të prekura është ajo e Pyores, ku autobusi i linjës urbane ndalon tek zona ish sodës kaustike dhe nuk vazhdon më tej në drejtim të Nartës dhe Zvërnecit. Banorët e zonës tregojnë se çdo ditë janë të detyruar të përshkojnë qindra metra në këmbë për të arritur deri në stacionin më të afërt të urbanit. E sipas tyre, mungesa e këtij shërbimi u vështirëson ndjeshëm lëvizjen, pasi shumë prej tyre nuk disponojnë automjete private dhe detyrohen të ecin, të përdorin biçikletën ose të paguajnë taksi për të shkuar në punë, shkollë apo për të kryer shërbimet përditshme. Ja, ajo, të rëllot atje. A duhet të tjetër e për se ju jeni banor i zonës? Jo, jo. Unë kam punuar tu. Jam punën e skafe, nuk kem tu. Po, aty kam skafe dhe di që deri aty janë autobusat. Jo, vetëm ato të qerë dhe turista. Vend deri në atë Zvërnec. Ishte mirë të kishte deri këtu. Shumë mirë mëj se i gjithë Flora e Piri këtë vinë. Ose plus ka e familje të Po, deri aty veç poshtë. turizme është edhe mosdoshme më shumë për banorët. Po, banorët të bëjmë plash që na kjo për të referat deri në Zvërnec, po thujse. Të gjithë do të verë, ja unë për shumë nga pensionist. Vetë bëjmë plash e atje, rëra e pasër, deti pasër, jo me urat e zezan dhe. Prandaj që Është e mundin se mirë të është. bicikletë. Mi pështet, ja, bëra plasha shumë bëra 2 orë se ka datë, pa të shpidas. Mazit e po rape dhe prapë, se këtu jam në shpi. Është më mirë një da buzikur, njerë në një orë tjetë. Edhe mazit e pasaj duhet kemë shumë se janë ardhje. Tresi në vap, në diell se stacion nuk ka. Nuk ka, ja, vetëm atje. Poshtë. Ja, ishtë për zonën të më rusë, është për banorët. Për njëzit që janë alë gjimë, shumë. Janë gjithë lora, pëse të rinë në Maret, njëshëm. Rëra është e pasër, si mos neve që mi moshe madhe, e për reumatizmë, fëtopë, shumë gjera tjera. Që është shumë më mirë që të qojnë, që unë njerë në një orë tash, kaqë, asë më tepër, se di që do bëj klasini filanor, ka do vuzë, do jipi, do shkoj shpje dhe këna gjë. Do ngrish goxha niveli i turistëve, por problemi është se s'ka bashki. Ose më saktë nuk punon bashkia. Për këta është shumë problem. Qofse turisti ka për qef, ta kanë domosdoshme. Shumë e populluar, sezoni i baharit njerëz është domosdoshme. Qoftë për banorët, qoftë për banorët për herë, po më shumë për turistat. Besoj se do të fshojësh fluksi. Frekuentohet shumë, po e kanë zgjidhur në mënyrë kështu si po e zgjidhun disa me makina, disa me bicikleta. Ja do ta shikoni vetë me lëvizje, kështu ka plot. Po ajo do shtoni goxha. Po këtu ka qëndrën si përfundim. Më thënë, kjo është e fundit, se jemi me plazhin e vjetë. A e ditur kohën se në shti ashtu është trafiku. Kemi qatë bëjmë. Vetë pak metra më lart me një hije. Po qatë bëjmë. Është e vështirë që më vonë të stacionit. është e vështirë, po s'kemi qatë bëjmë. Sa po ka? Këto janë kushtet. Kështu ka qenë gjithmonë. Këtu është i fundi. Në kam këtu. Si janë vështirë? Kush ka? Në sjell. Na shtime këto vaprat kështu, apo kur është dimër me baltën. S'ke qatë bësh. 1000 banor. Megjithatë, linja urbane nuk përshkon këtë segment dhe nuk vazhdon as në brendësi të pyllit të sodës, rrugë që të çon drejt Nartës dhe Zvërnecit. Banorët kërkojnë nga institucionet përgjegjëse zgjatjen e itinerarit të autobusit dhe vendosjen e stacioneve të pritjes në mënyrë që të kenë akses të barabartë në transportin publik. Në një kohë kur Vlora përballet me mungesë të theksuar parkimesh, kthimi me pagesë si disa prej parkimeve publike ka sjell pakënaqësi te qytetarët. Sipas qytetarëve, më parë duhet të shtohen hapësirat publike për parkimin, pasi tarifat e reja rëndojnë buxhetin familjar dhe nxisin parkimin automjeteve në rrugë. Në një kohë kur qyteti i Vlorës vuan nga mungesa e parkimeve, disa prej parkimeve më të mëdha publike në qytet janë kthyer me pagesë. Për ata të cilët i përdorin, ky është një vendim i gabuar që është marrë në këtë kohë. Kjo për arsye se duhet investuar një herë për krijimin e parkimeve publike në qytet dhe më pas të kthehen edhe ato pak parkime publike me pagesë. Drejtuesit e automjeteve dhe qytetarët e Vlorës mendojnë se të paguar çdo herë që e lë makinën në parkim rëndon në xhepat e tyre. Kjo gjë sipas tyre sjell që qytetarët i parkojnë makinat në rrugë, duke rënduar trafikun. Mungesa e parkimeve mbetet një gangrenë e vërtet për qytetin e Vlorës, sidomos për gjatë sezonit veror. Qytetarët mendojnë se duhet të ketë me patjetër më shumë investime në këtë drejtim. Ata që kanë do pagojnë, ata që s'kan do prinë syt. Ai që s'ka, mos marrë maqinë fare dhe tjeti i me këmë si atërën ato kore. I rëndojnë patjetër. I rëndojnë të gjitha, parkimet, karburanti, janë të gjitha brenda. Kjo është në bazë të fluksi madhë, që shikon vetë, shko si është skela me në fjalë.
A ja i vesh qesh flamojt apo ti kështu i ftohtë apo të dash në kalaja. Atë nuk kthej dot përgjigje për atë. Besoj se po. Çfarë të besoj, këtu Mallti ka parkime tani, siç është bërë ky qytet, duhet i mbaj makina njerëzit krah. Po më mirë të bëhet ashtu se kjo rrugë që është. Dhe këtu s'ka vende më për parkim, s'është as kjo është një temë, po do për mua është kot. Këtu s'ka vende, këtu bëhen pallate, s'ka vende për parkim, s'ka për asgjë. Po çfarë parkime të reja, ku ka vende këtu për parkim? S'ka për këndë lojra, s'ka për një, shumë bëhet këndë lojra. S'jam me gjendje. Prandaj po bëjnë grev njerëzit. Po normalisht, po kjo tema kryesore nuk është kjo. Këtu s'ka asgjë, nuk ecet më në këtë qytet. Sidomos me artu është bërë skandal, kudo. Bëhen t'i bajnë kurris makinat njerëzit. 40 kaçe pa parkime poshtë, bëhen nuk ka një ide, një gjë. Po pa tjetër që duhet bëhet, po duhet bëhen shumë gjëra tjera. Tu janë tëra rrugët janë bllokuara nga tërani. Këtë parkime normale, e mirë. Edhe mund të paguajnë. E ndo pak po. Edhe mund të paguajnë, po të jetë vlera e ulët. Unë nuk e di si jam këteja. Duhet të s'bën, si s'duhet. Duhet, ti festosh. Nuk më duket e drejtë që parkimet të bëhen me pagesë. Për arsye se ka njerëz që nëse do vendoset parkimi me pagesë, do ta vënë makinën tek ai vendi parkimit aty e do ta lënë 1, 2, 3, 4, 5, një javë, një muaj. Po patjetër që i vendos. Parkimet duhet bërë siç janë bërë në Tiranë, parkime të nënveshme, se po futen makinat në për lagje edhe po i parkojnë edhe në për trotuare para pallateve. Kështu që pos pati parkime nëntoksore kështu që të ashtu, edhe kjo edhe shton edhe trafikun. Ndërkohë, pas kthimit të disa prej parkimeve publike në qytet me pagesë, do të vijë radha atyre në segmentet kryesore rrugore, të cilat do të përdoren kundrejt tarifës. Më pas, edhe parkimet në brendësi të bloqeve të banimit, për të cilat duhet paguar gjithashtu. Fshati Zvërnec, edhe pse vetëm pak kilometra larg qytetit të Vlorës, çdo sezon veror thahet për ujë të pishëm. Problematika përsëritet pikërisht në periudhën kur numri i banorëve dhe pushuesve në këtë zonë rritet ndjeshëm, ndërsa sipas tyre shkak janë amortizimi dhe prishja e linjave të vjetra të ujësjellësit, të cilat prej vitesh nuk funksionojnë më. Fshati Zvërnec, vetëm pak kilometra larg qytetit të Vlorës, përballet sërish me mungesën e ujit të pishëm. Problematika përsëritet thuajse çdo sezon veror, pikërisht në periudhën kur numri i banorëve dhe pushuesve në këtë zonë rritet ndjeshëm. Banorët thonë se mungesa e ujit është një problem i hershëm, i lidhur sipas tyre me amortizimin dhe prishjen e linjave të vjetra të ujësjellësit, të cilat prej vitesh nuk funksionojnë më. Nuk vjen ujë fare, po ka një muaj, 2 muaj. Koriku ja, këtu mbushim. Mbushim i merë çupa me makinë dhe edhim në. Burimi i vjetër ka gati 150 vjet ky burim ja kanë bërë ata kosovarët, nuk na vjen. Nuk na vjen. Po unë jam banor i Zvërnecit. Ne jetoj edhe këtu dhe atje. Edhe kur vim këtu s'kemi ujë. U vajta pagova dritat dhe ujin nuk e pagova. Nuk e pagoj se nuk kemi ujë. Ata e kanë futur në kompjuter atje që paguan ujin. Edhe ujë s'kemi, në ulaj, se paguemi me kështu. Ne kemi një javë që kemi ardhur këtu, edhe problemi këtu është për ujin, s'kemi ujë. Problemi gjithmonë kemi ngritur këtë problem, edhe nuk ka përfundim. Kur s'ka përfundim, edhe të thash aty që s'duam të flasim, jemi të mërzitur shumë, edhe duam një zgjidhje. Ka do vi kjo zgjidhja nuk e di. Ujë ka, po të vesh në thot ju vajta unë me makinë. Ujë derdhet në det. Po nuk ka komand. S'kemi nuk me puse të bëjmë në tani, edhe me blejmë ujë. Me blejmë ujë. Tani edhe atë linjë që kemi në linjën e verit, e kanë bërë copa. Edhe ai ujë nuk pihet, nga tubacioni është i ndryshkur komplet. Ata shprehen të revoltuar pasi edhe pse paguajnë detyrimet për furnizimin me ujë, janë të detyruar ta blejnë atë. Ne kemi ardhur nga Greqia për të qëndruar në vendin tonë, por nuk kemi asnjë pikë ujë. Ujin e pishëm e blejmë, ndërsa për t'u larë dhe për nevojat e tjera përdorim ujin e pusit, shprehen banorët. Në mungesë të furnizimit të rregullt, një prej alternativave të vetme për banorët mbetet një burim uji në një nga pjesët e fshatit. Bëhet fjalë për një burim të hershëm i cili sipas banorëve ka më shumë se 1 shekull që ekziston dhe vazhdon të përdoret nga komuniteti. Por edhe ky burim nuk konsiderohet një zgjidhje. Banorët thonë se nuk është normale që në vitin 2026 të detyrohen të dalin nga shtëpit për të mbushur ujë, ndërkohë që paguajnë për një shërbim që duhet u ofrohet në banesat e tyre. Mos marr fare pus kam. Nuk marr fare ujë, as kemi linjë neve. Kjo lagje që atje deri blejmë. Çfarë të bëjmë? Dorim papir. Palat për të larë që kemi ushqimet që do bëjmë gjellë. Ato, me pus lajme neve që aty që janë ato makinat, dhe poshtë, deri të shkolla, që ishte shkolla, janë me puse.
Pishëm, neve nuk kemi ujë të pishëm. Kemi ditë të tëra, pale që historikisht ne marrim njerë në 5 ditë, në 6 ditë apo në 10 ditë ujë. Ai është i papërdorshëm, as këmbët nuk mund t'i shplash, se i fëllit. Dhe ne ujë nuk kemi. Gjithë beharin njerë në 10 ditë, njerë në 20 ditë, njerë. Dhe ajo, po të vish ta shikosh në bidona, jeshilojt brenda 3 ditëve të zëlarva brenda në bidona. Nuk është ajo sëmundje gjallë. Edhe tokët na i shitën dhe të gjitha na i bën. Dhe ne kemi mbetur kështu, në situatës, vit për vit. Të themi neve që kur kemi lindur, vetëm pa kënaqësira këtu s'kemi, ja, shikon ti ujë këtu s'kam. Unë s'kam ujë që kur kam lindur deri, kur kam njojtur vetën, unë me pus vetën. Vim këtu në beharë, vin djem të rim këtu, po jemi shumë, miremi këtu me ndërtimet me kështu, se e dini qa të themi neve. Autobus, kur s'kemi parë, vemi, pagojmë 15.000 për sa kilometrash në Vlorë të vesh për një gjë, grua të ketë një kështu për jo, si kanë gjithë gratë, me thëmë jo për flokët, jo për të vej kështu. Edhe do të pagoj 15.000 euro vetëm rrugën që të vetë. Këto probleme janë të tërkoni, kemi pasur dhe nuk kishte kjo kur ishte në konën Verogjës, që ishin ca tubo që kishin lidhur me lagje. Kjo lagje u bë më vonë kjo. Lagjere, do me thënë që nga rruga i lartë. Këtu s'ka fare shu tubo. Mirë njëm që këtu neve. Ujën e blej, po vetëm e pusin lajmë bëjmë, vetëm e pus as gjatë tjetër. Problematika bëhet edhe më e ndjeshme gjatë sezonit turistik, kur Zvërneci frekuentohet nga një numër i madh vizitorësh. Mungesa e ujit të pishëm krijon vështirësi jo vetëm për familjet që jetojnë në fshat, por edhe për aktivitetet që operojnë në zonë. Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar sot Eric Wend si ambasador të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Kandidatura e Wend u miratua me 50 vota pro dhe 44 kundër. Votimi përbën miratimin përfundimtar të emërimit të tij për postin e ambasadorit në Tiranë. Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka konfirmuar sot Eric Wend si ambasador të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, sipas rezultatit zyrtar të publikuar nga Senati Amerikan. Kandidatura e Wend u miratua me 50 vota pro dhe 44 kundër. Votimi u zhvillua në seancë plenare të Senatit dhe përbën miratimin përfundimtar të emërimit të tij për postin e ambasadorit në Tiranë. Pas votimit të sotëm në Senat, hapi fundit formal është nënshkrimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara, i cili do të finalizoj emërimin e Wend si ambasador i SBA-s në Shqipëri. Mësohet se përveç detyrave të shumta në struktura drejtuese, Wend ka mbajtur dhe pozicione të rëndësishme, përfshirë rolin si ndihmës ushtarak kryesor i sekretarit amerikan të mbrojtjes. Wend ka komanduar në të gjitha nivelet e forcave speciale, nga njësitë operative të vogla deri te komandat e mëdha rajonale të operacioneve speciale. Ai flet gjuhën arabe dhe koreane dhe është vlerësuar me një sër dekoratash ndërkombëtare dhe ushtarake, përfshirë Kryqin e Artë të Nderit të Gjermanisë, vlerësim presidencial nga Filipinet dhe medalje nga Korea e Jugut, përfshirë Kryqin e Artë të Nderit të Gjermanisë për shërbimin në Afganistan. Në nëntor 2017 ai mori detyrën si koordinator i sigurisë i Shteteve të Bashkuara për Izraelin dhe autoritetin palestines, duke luajtur një rol kyç në koordinimin e çështjeve të sigurisë në rajon. Pas aludimeve të ngritura në rjet për tentativ shehje të vdekjes së një turisteje në Palas, policia e Vlorës ka dalë me reagim zyrtar përmes së cilit zbulon edhe shkakun e vdekjes së sëres. Sipas policisë, 33 vjeçarja nga Gjermania humbi jetën si pasojë e një arresti kardiak. Pas aludimeve të ngritura në rjet për tentativ shehje të vdekjes së një turiste në Palas, policia e Vlorës ka dalë me reagim zyrtar përmes të cilit zbulon dhe shkakun e vdekjes së të res. Në reagimin e bërë nga Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë, bëhet me dije se më 30 korikë, rreth orës 11:45, blut kanë marrë njoftim nga qendra shëndetësore Palasës se ka mbritur në spital në gjendje të rëndë një shtetase gjermane 33 vjeç. Fatkeqësisht pavarësisht ndërhyrjeve të bluzave të bardha, bëhet me dije se e reja humbi jetën si pasojë e një
një arresti kardiak. Përmes këtij reagimi, policia thekson se ngjarja e rëndë ka ndodhur si pasojë e shkaqeve natyrale, duke zbuluar kështu të vërtetën e një ngjarjeje e cila u aludua si tentativë për fshehje. Reagimi plot i drejtorisë vendore të policisë së Vlorë, nisur nga një lajm i publikuar në media në lidhje me humbjen e jetës së një shtetase të huaj në Palas, sqaroi me opinionin publik. Rreth orës 11:45 të datës 30/07/2026, stacioni i policisë Dërmi u njoftua nga qendra shëndetësore e Palasës se në ambientet e saj ishte dërguar një shtetase gjermane, 33 vjeç, e cila kishte shfaqur probleme shëndetësore dhe pavarësisht ndihmës menjëhershme mjekësore, ajo humbi jetën. Nga veprimet e kryera paraprakisht dyshohet se bëhet fjalë për vdekje natyrale, pasi shtetësia gjermane dyshohet se ka humbur jetën si pasojë e arrestit kardiak. Pas përfundimeve të veprimeve të para hetimore, materialet procedurale ju referuan prokurorisë kompetente për veprime të mëtejshme. Në lidhje me këtë rast, nga ana e policisë janë kryer të gjitha veprimet në përputhje me procedurat standarde të punës dhe legjislacionin në fuqi. Përfundon reagimi i drejtorisë vendore të policisë Vlorë. 2 të rinj rrezikuan të mbyteshin pranë ishujve të Ksamilit, pasi pedalonja me të cilën lundronin mori ujë dhe rrezikoi të fundosej. Pas njoftimit, policia kufitare e Sarandës ndërhyri menjëherë dhe bëri të mundur shpëtimin e tyre, duke i transportuar të sigurt në breg. 2 të rinj kanë rrezikuar të mbyten pas ditën vonë të së mërkurës në afërsi të ishujve të Ksamilit, pasi pedalonja me të cilën po lundronin ka pësuar një aksident dhe ka nisur të marrë ujë. Sipas informacioneve, salla operative është njoftuar përmes një telefonate se një pedalon kishte marrë ujë në brendësi duke u anuar dhe duke rrezikuar fundosjen. Për shkak të situatës së krijuar, 2 personat që ndodheshin në mjetin lundrues kanë rrezikuar, ndërsa është kërkuar menjëherë ndërhyrja e shërbimeve të policisë kufitare. Në pedalon ndodheshin 2 shtetas, 29 vjeç dhe 36 vjeç, të 2 banues në Kukës. Menjëherë pas marrjes së njoftimit drejt zonës është nisur mjeti lundrues BP11 i policisë kufitare të Sarandës së bashku me 2 jet ski për të ardhur në ndihmë. Falë reagimit të shpejtë e efektive, 2 të rinjt janë nxjerrë në kohë nga mjeti lundrues dhe janë transportuar në breg në gjendje të mirëshëndetësore, ndërkohë pedalonja është tërhequr në breg me ndihmën e jet skive duke shmangur fundosjen e saj. Fatmirësisht nuk pati persona të lënduar, ndërsa ndërhyrja e shpejtë e policisë kufitare bëri të mundur shmangjen e një ngjarjeje me pasoja. Të konsideruara si asete me vlerë për zhvillimin e turizmit, monumentet dhe trashëgimia kulturore në qarkun e Gjirokastrës janë në fokus të projekteve restauruese. Sipas kreut të drejtorisë së monumenteve të qarkut, projektet po zbatohen në 3 rrethet e qarkut: Gjirokastër, Tepelen dhe Përmet. Monumentet dhe trashëgimia kulturore tashmë cilësojnë asete me vlerë për zhvillimin e turizmit dhe tërheqjen e vizitorëve vendas dhe të huaj në qarkun e Gjirokastrës, me synim restaurimin dhe rijetësimin e vlerave të tilla në të 3 rrethet e qarkut, Gjirokastër, Tepelen dhe Përmet, po zbatohen projekte në objektet monument kulture. Pjesë e tyre janë restaurimi i godinave karakteristike, komplekseve muzeal, objekteve të kultit, vlerave të traditës. Në këtë drejtim rëndësi po i kushtohet dhe ripërtëritjes së sinjalistikës turistike, duke ndihmuar për mirë orientimin e grupeve të vizitorëve. Në kontekstin e projektit për sinjalistikën, Ministria e Kulturës është duke hartuar projektin dhe besoj se brenda muajit shtator do fillojë zbatimi i tij për vendosjen e këtyre tabelave, ndërkohë në qarkun e Gjirokastrës, në bashkëpunim me Drejtorinë Nacionale dhe Institutin Kombëtar të Rishikimit Kulturore, ka përfunduar restaurimi i kishës së Leglit, ndërkohë vazhdon restaurimi i qesë të koshtarit monument kulture i kategorisë të parë, i cili është një nga investimentet të rëndësishme në objekte të kultit të Bektashimit. Gjithashtu pritet fillimi i ngritjes së konakëve në manastirin e Dervicianit, i cili është një projekt ambicioz dhe për të parë investohet në ngritjen e konakëve në këtë zonë. Paralelisht, në zonën e Urës së Katyut do bëjmë kryer një ndërhyrje nga ana në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit për përforcimin e këmbës të djathtë të kësaj ure, e cila rrezikoi për shkak të gryerjes. Paralelisht, ndërkohë vazhdon edhe kulla e Sadit Libovo nga Bashkia Libova. Këto janë disa prej projekteve të cilat po kryhen në qarkun e Gjirokastrës. Vlen të theksoj se brenda muajit shtator fillon edhe restaurimi i manastirit të Mingurit në bashkëpunim me Kulturare IT i Qothallit Bordës, apo dhe vazhdimi i konservimit të konakëve të manastirit të Dovjanit. Zhvillimia kulturore është jo vetëm në rajonin e Gjirokastrës, por në gjithë rajonin jugor, do të thoja, sepse Gjirokastra dhe së bashku me Beradin, po dhe Butrindi janë nga klasitet e trashëgimisë botërore, të cilat në vetvete janë dhe unike në llojin e tyre, pra po themi Gjirokastra dhe Berati si qendra historike të asaj periudhe të shekullit 18,
janë gjëra më të rëndësishme do të thoja në kontekstin e trashëgimisë kulturore për vendin tonë në një zonë urbanizuar e cila është totalisht në mbrojtje. Sipas kreut të Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare Gjirokastër, Ardis Duka, përgjatë këtij viti zona e Gjirokastërës është vizituar nga mbi 150.000 turistë, një pjesë të cilëve kanë preferuar monumentet e kulturës. Në Itali, autoritetet shëndetësore kanë shpallur alarmin e kuq në 27 qytetet kryesore të vendit, pasi temperaturat kanë kaluar 35 gradë Celsius, ndërsa në disa zona pritet të arrijë mbi 40 gradë. Autoritetet shëndetësore kanë shpallur alarmin e kuq në 27 qytetet kryesore të vendit, pasi temperaturat kanë kaluar 35 gradë Celsius, ndërsa në disa zona pritet të arrijë mbi 40 gradë. Alarmi kuq shpallet kur temperaturat e larta shoqërohen me lagështi të madhe, duke krijuar rrezik serioz për shëndetin. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, këto kushte mund të prekin jo vetëm të moshuarit dhe personat me probleme shëndetësore, por edhe njerëzit e shëndetshëm dhe ata që kryejnë aktivitet fizik. Masat përfshin të gjithë territorin italian, nga Bolzano në veri deri në Palermo në Sicili. Meteorologët parashikojnë që në qytete si Roma dhe Firenze, temperaturat maksimale të kalojnë 40 gradë Celsius. Nivelet e ujit në lumin Po më i gjati në Itali janë dukshëm më të ulta se mesatarja për këtë periudhë të vitit. Ndërkohë liçeni Maggiore po i afrohet një niveli historikisht të ulët, ndërsa temperaturat e ujit në pjesën veriore të detit Adriatik ka kaluar 30 gradë Celsius. Sipas parashikimeve, vala e të nxehtit do të vazhdojë deri në mesin e muajit gusht. Në rajonin e Tirolit të Jugut parashikohet gjithashtu stujë të izoluara të shkaktuara nga nxehtësia. Vala e të nxehtit ka shtuar shqetësime edhe për rrezikun e zjarreve në pyje dhe dëmtimin e bujqësisë. Autoritetet lokale u kanë bërë thirrje qytetarëve të shmangin ekspozimin në diell gjatë orëve më të nxehta të ditës, të konsumojnë sa më shumë lëngje dhe të tregojnë kujdes të veçantë për fëmijët, të moshuarit dhe personat me sëmundje kronike. Sektori i turizmit po përballet gjithashtu me sfida, pasi temperaturat e larta po ndryshojnë ritmin e aktiviteteve në qytetet më të vizituara. Ekspertët paralajmërojnë se valët e të nxehtit po bëjnë gjithnjë më të shpeshta dhe më intensive si pasojë e ndryshimeve klimatike. Ata theksojnë se qytetet duhet të investojnë më shumë në gjelbërimin urban, menaxhimin e burimeve ujore dhe masave të tjera për të përshtatur me temperaturat ekstreme që pritet të jenë gjithnjë më të zakonshme në vitet e ardhshme. Të nderuar shikues, kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.